Dhe në fund të fundit, ndryshimi I ligjit do të ketë vullën e vullnetit politik, që do të ishte shumë interpretueshëm për njerëzit që nuk mendojnë si Edi Rama, që kjo ishte një dorashk I hedhe Edi Rama këtyre njerëz vetë që këta të mos përfundojnë në burg, edhe ky prap, domethënë si njeri shumë I dhëmshur, se kështu I ka provuar historia, siç e konfirmon dhe vetë, e kupton, ky ti shpëtoi tash në fund, e kupton, u hedhi ca varka se mos mbyten këta. Ky është korrupsioni shtetëror, që Rama tash, po themi, do ta kalojë ta mbrojë edhe me ligj. Po nëse janë 16 qytetar në gjykatën e lartë. Ata janë 16 dhe 160 janë ata. Ata janë zgjedhur. E kuptoni? Ata janë përzgjedhur, jo zgjedhur, përzgjedhur. Dakor? Këta janë pra, nuk ta Dhe ju mendoni që mbi 9 prej këtyre Edi Rama ushtron kontroll. Edi Rama ushtron të 16, se s'ka të tjerë. Se po të kishtë tjerë edhe ata. Se ky blen personin, blen interesin, blen lidhjet e tyre, e kupton, ta themi copën e këtë punë, tash kjo punë I doli fund shpina kësaj pune.